Faleminderit e nderuar drejtues e seancës, e nderuar Ministre e Punëve të Përjashme, se duke qenë se punët e përmbrëmshme janë qarë me lot, dhe po bëjmë këtë reformë me thellë në punët e përjashme. Aq bukur ligjërove, po bashkë me ty edhe shumë deputet tjetër të Partisë Socialiste këtu, sa do të me i frazë të të madhit, Kadri Roshi thoshte, sa nuk të gëzohesha dot. Aq shumë u mallëngjeva nga gjithë çka, sa realisht kur të ndoqja me kaq vëmendje, kur fole për Nolin, sa Cervantesi dhe Don Kishoti Manches mu duk me vërtet figurë letrare. Ai është tek thesa lushe midis qermës dhe lushtjes, por mu duk realisht dhe thash Noli, the po vjen dyshim nëse Noli tani ka qenë shkrimtar amerikan apo shqiptar. Ka shumë hyri fjalim nga lushnja, po, e kuptoj. Tani ju thoni Europa, shumë mirë, me që hyni në Europë, dhe kjo Europa juaj, ju jeni vazhdoni gjithmonë, unë pyetjen shoku Dulsi thash, ku bazohet ky ligj? Sepse do bënte kaq ndryshime drastike, kishin këta dhe thoshin që do ndryshonin të vetin 2015 në reformë kaq që kishte ecur përpara Europa dhe bota, dhe ne kishim ngel mrapa. Ulsiu tha 2015 ne ishim me brek grisa se vim në opozita. Tani si jemi zbukurur dhe parformosur, duhet ligj i ri. Ta bëjmë ligjin e ri. Me kostum fringo të ri, kostumi me reforma. Dhe kur gjova këtu, dhe kur gjova ministrin që më fliste për akademinë e re që do fusi, do implementoj ky ligji, se vetëm për ligjin s'u fol qa për man, për akademinë më kujtua Akademia Barive të Krifcës, dhe në komision. U regjistrova atje unë si kiu fiu i shkret, hyra në klasë parë, ngele se i blokoi fondet i pardi. Ata ne thanë, Europa tha, i keni vjedhur ngelet në klasë, s'ka lek as për bilbila, nuk ngelen nga Europa, as për bilbila, jo, më pastaj për të bler krapa, për të bler dele këto, jo, e xhubleta, s'ky ishte fare këtu. Pra Europa na nxori karton kuq. Tani me që lushja kishte hyrë në Europë, se tha Ulsiu radhën e kaluar, dhe me që toni shoku ton tha euroskeptik mua, tani a mund të regjistrojmë dhe unë të kjo akademia që të hyrë dhe unë në Europë bashkë me lushnjarët e tjerë se pasaj më ngeli shkallë mrapa? E nderuar Ministre e Punëve të Përjashme, ju shkuat në Vjenë në koncertin e madh të harqeve dhe unë mallëngjeva që pash. Por ku erdhe këtu i re prap fyllet me brim. Pra të vesh në Vjenë, gjosh simfoninë e harqes, opera balet, vish tu t'i bjesh fyllet me vrim reformat, vetëm tu ndodh kjo. Vetëm Shqipëri gjonat bërë. Tani po të them, po t'i marrë reformat, se fillojme nga reforma në drejtësi. Tani më thoni se kush është jurist, kush është gjyqtar, prokuror, e tjerë me radhë, nëse një gjyq maron sot për 16 vite me reformën e re, apo maron të më parë me 4 apo 5 vite. Tani është emancipim, ta marosh një gjyq me 16 vite? Pa 16 ditë si shta i ke lepes. I kishim u lepet lokon vitin e fundit. Pra, mos marrësh drejtësi sot, ne mburremi me spakun. Po, ylli polar i shndritshëm, bravo, po pse e pengoni spakun me arrestu? Zveç kryeministër? Pik pyetje. Pse më rregulloria thoni, ligji, reforma në shëndetësi. Spitali Lushnjës. Mbas 8 muajsh që ishte hequr komplet godina, se do rikosë se i kështë të nderuar, ajo as temele ka, se i ka temele dhe 67-ës, për ndërtur 2005-ën, se i kanë shtur ca mrotla, dhe ngeli 8 muaj, pse? Po i le ndërtimit AZT-s. Pa du të përtisim gjithë. Dhe, me zitë qonte sot AZT e le në ndërtimit,
mas 8 muaj që njerëzit rrinë në përqenefe, mjekojnë në përqenefe, kjo është reforma juaj. Cila reformë? Që Peço Jabanxhiu, deputeti Lushnjës, të vetmi gjë që ka bërë në atë spital, ka inauguruar një pajisje të falur nga Raiffeisen Bank. Kjo është reforma në shëndetësi? Po reforma në arsim, kështu bën Europa 5 klasë me klasë, si që kemi ne? Hajde një në shkollat e fshatrave tonë, që nga klasa parë, dhe klasë 5, i kemi me klasë. Pse kështu është Europa? Me ato fakultete që mbyllën, që na t'japim lek, 400.000 lek, a ma shkote këj fakulteti? Kështu është Europa. I jep një 20, do ndani bursën për gjysëm. Do meni nga 80.000 lek, do meni nga 20.000 lek të vjetra. 4 javë që do vija i Lushnjë Tiranë, do nuk dalë vetëm bilet autobusi ato. Edhe ju thoj dojmë Europë ne. Po bëjmë këtë nëse dojmë. Po atë themi gjë tjetër, dini ju që te ky ligji ju keni bërë 2 kamerë me i derë. Propozon ju shkencëtarë të mëdhenj të politikave të përjashme që të ketë 2 ambasador me Iseli, një dhe një ad hoc, se nuk del ai që është aty. Jo, edhe tjetër, ad hoc. Sepse kur të vej babua, e zgjedh babua ambasadorin e merr me vete, jo ai që është atje, ç'është ai që s'merr vesh fare, se ka futur i kungull atje dhe tani se kështu është. Ka pasi përqindje kushtojnë të nga sistemit, jo e hoqëm sistemit. Do t'i fusim ne trajnim ata që ka 30 vjet ambasador. Do t'i kush i trajnojnë? Kush nga ju? Qysh? Kush është ai profesor, doktor shkencës nga ju që do trajno ka 20 vjeçar? Ashtu, po. Pra, po thoni s'ka si lloj problemi, e keni të zgjidhur për dhe të shkruaj kështu, nuk që me testën e PS-s, nuk ke punu patronazhi zgjedhjet e fundit, apo ca pa zgjedhje, nuk e vjedhur, nuk vetë ambasador, dhe gjithë ata të tjerë të marrojnë ato ku e ka, në fatit vit gjeni punë kamariera atje ku janë, po të pak të hipe mundësinë, me që janë një shtetit ata, të punojnë kamarier, karrocier. Simër do t'ikit gjithë shërbimi janë, dhe tani ja pasin i fut kotne, po ju e pasin i fut kotë 10 vite, se digji ju prej që 2015. Për në pasin i flishtë atje 10 vjetë më radhë, që nga 2015. Në pasin i nëzirë bojën. Qa pritet ju ka i shumë? Do t'a mbyll me një mandament, nuk e di zoti Ulqësi nëse do më prokuroj, duke o marrë, duke përfaqësuar sjelljen dhe zakonet sipas standardeve europiane dhe duke marrë shkasën e zhvillimit e fundit lingvistike, propozoj që nga hyrja në fuqi e këtij ligji, nëse doni të shani një nga nëna, mund t'i thoni ratione materahe. Dhe kështu do duni me etik europiane. Faleminderit.